A ka ndryshuar ligji për testet e njohjes së gjuhës gjermane dhe a duhet testi B1 për marrjen e shtetësisë gjermane apo jo? Këto janë pyetjet më të shpeshta që më keni dërguar ditët e fundit, miq të dashur, pasi që duket se në rrjetet sociale ka pasur disa video dhe informacione ku thuhet se ka ndryshime e në këtë kontekst në veçanti është përmendur landi Rheinland-Pfalz në Gjermani. Unë në vazhdim do të shpjegoj sakt se çfarë thot ligji dhe si zbatohet ai, ndaj ju rekomandoj që këtë video ta shikoni deri në fund për të kuptuar sa më mirë. Por të shohim se a ka ndryshuar diçka me testet e gjuhës gjermane dhe a duhet të keni testin B1 për marrjen e nën shtetësisë apo jo. Përgjigja më e shkurtër dhe përgjigja më e qartë është kjo. Ligji për testet, pra për gjuhën gjermane, nuk ka ndryshuar. Pra, për shtetësinë gjermane duhet të keni testin B1. Por, si shumë çka në Gjermani, edhe këtu ka disa përjashtime e këtë e dinë shumë mirë të gjithë ata që jetojnë këtu. Testi B1 dëshmon se një person ka njohuri të gjuhës gjermane në jetën e përditshme dhe në punë. Testi B1 ka 2 pjesë, testin me shkrim dhe me gojë dhe kërkohet për marrjen e shtetësisë gjermane. Por, siç e thash, këtu ka dhe disa përjashtime. Testin B1 nuk duhet ta kenë personat që kanë ndonjë diplomë shkollore apo kanë probleme shëndetësore. Por, kujdes, për këto probleme shëndetësore kërkohet dëshmia e mjekut përkatës. Këtë test nuk ka nevojë ta kenë as të ashtu quajturit gastarbeiter. Pra, personat që në Gjermaninë perëndimore kanë ardhur për punë para vitit 1975 ose ata që në territorin e Gjermanisë lindore kanë ardhur para datës 13 qershor 1990. Tek këta persona vendosin autoritetet në zyrën e të huajve nëse ata kanë njohuri të mjaftueshme të gjuhës gjermane apo jo. Pra edhe një herë, normalisht për të gjithë kërkohet testi B1, pra certifikata B1 për marrjen e shtetësisë. Por ka disa përjashtime për personat që kanë diploma të shkollave gjermane, pastaj për personat që kanë probleme shëndetësore, si dhe për gastarbeiterët që kanë ardhur ka herë në Gjermani para datave që i përmenda. Tashti vim të problemi i landit Rheinland-Pfalz, për të cilin është thënë se nuk po kërkohet testi i gjuhës B1 për marrjen e shtetësisë. Po, e vërtetë është që në disa vende në këtë land nuk është kërkuar testi B1, por kjo nuk do të thotë se nuk është kërkuar fare njohja e gjuhës gjermane në këtë nivel. Nuk është kërkuar pra dokumenti, certifikati B1, por personi që punon në zyrën për të huajt e ka bërë vlerësimin nëse dikush e njeh gjuhën apo jo, dhe kjo është në harmoni me ligjin. Pas informacioneve të shumta dhe kritikave nga partitë politike ka reaguar edhe Ministria e Integrimit në landin Rheinland-Pfalz, e cila ka shpjeguar qartë. Në këtë land kërkohet nga kandidatët që të njohin gjuhën gjermane për marrjen e shtetësisë, ashtu siç e kërkon ligji pra në nivelin B1. Në shpjegim thuhet se autoritetet në parim kërkojnë certifikatën B1 për njohjen e gjuhës gjermane për në shtetësi. Por, nëse dikush nuk e ka këtë dokument, atëherë autoritetet mund të bëjnë një test gojor dhe të konstatojnë nëse personi e njeh gjuhën mjaftueshëm apo jo. Një mundësi e tillë parashikohet edhe me ligj, siç e thash. Me një fjalë, edhe në Rheinland-Pfalz, si dhe në të gjitha landet e tjera, kërkohet niveli i testit B1, por nëse dikush nuk e ka dokumentin, vetë autoritetet mund të bëjnë një vlerësim në bazë të një bisede me kandidatin. Por të kuptohemi, kjo nuk do të thotë pra që nuk duhet ta njihni gjuhën në këtë nivel. Pra edhe një herë, me test apo pa test, gjuha gjermane kërkohet në nivelin B1 për nënshtetësi. Për fund, të shohim se çfarë thot konkretisht edhe ligji. Në nenin 10 të ligjit për nënshtetësi thuhet: aplikantët për nënshtetësi duhet të kenë aftësi të mjaftueshme të gjuhës gjermane. Kjo zakonisht vërtetohet me certifikatat e njohura gjuhësore në nivelin B1 ose certifikatat shkollore që vërtetojnë nivelin e gjuhës. Por një test gjuhësor nuk është i detyrueshëm nëse autoriteti i dhënies së shtetësisë bazuar në një intervistë personale është i bindur se personi ka aftësi
të kërkuara gjuhësore. Pra, me ligj është e mundur që të bëhet edhe vlerësimi nga autoritetet që punojnë në këto shërbime, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të njihni gjuhën gjermane për marrjen e shtetësisë dhe atë në nivelin B1, vetëm se këtë e konstaton personi gjatë një bisede. Shpresoj miq të dashur se e kam shpjeguar si duhet dhe e keni kuptuar, por nëse keni ndonjë pyetje shtesë, natyrisht mos hezitoni, mund të më shkruani këtu në video dhe mund të sqarojmë prapë së bashku. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe në veçanti ta shpërndani këtë video sepse vërtet kam pasur shumë pyetje kohët e fundit me këto çështje, sepse e di që shumë persona kanë probleme si me nivelin e gjuhës A1 ashtu edhe B1, por në këtë rast më së shumti pra u bë fjalë për nivelin B1 për marrjen e nënshtetësisë gjermane. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacionet.